Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë? Kjo recetë me mjaltë dhe kanellë do ju befasoj. Rrudhat janë një pjesë të paevitueshme e procesit të plakjes, ndërkohë kanella është një nga erëzat më të shëndetshme të gjitha kohrave. Ajo ofron një sër përfitimesh për shëndetin e organizmit nga koka tek këmbët. Kjo erëzë rekomandohet gjerësisht për shëndetin e lëkurës sepse i rikthen asaj gjallërinë dhe njëkohësisht shkëlqimin urinor. Ne këtu do t'ju sillim një trajtim natyral me kanellë dhe mjaltë për të luftuar rrudhat. Shëron aknet. Kanella është e pasur me antioksidant. Ajo lufton mykun dhe bakteret të cilat shkaktojnë probleme më të mëdha me lëkurën. Kanella gjithashtu e përthan lëkurën dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Hidratimi i lëkurës. Përmirësimi i qarkullimit të gjakut i jep lëkurës të gjithë lagështinë e nevojshme. Për hidratimin e lëkurës rekomandohet përzgjedhja e 3 pikave të vajit esencial të kanellës me disa lugë gjelle me vaj ulliri. Për këtë mask mundet që të lyeni edhe buzët e thata. Ndërkohë mund ta përdorni kundër lëkurës së thatë. Kanella eliminon qelizat e vdekura të lëkurës dhe rikthen butësinë e saj. Ju mund të përzgjeni gjithashtu vaj ulliri, vaj bajameje, mjaltë, krip dhe kanellë kundër tharjes së lëkurës, kundër ekzemës. Pezmatimi i lëkurës si pasojë e ekzemës mundet që të zbutet falë përdorimit të kanellës. Përzini një lugë çaji me kanellë dhe një lugë çaji me mjaltë. Rezultatet e para kundër ekzemës priten brenda një jave nga përdorimi i kësaj kure. Maska me kanellë kundër rrudhave. Kanella rekomandohet gjerësisht edhe kundër rrudhave të moshës. Për përgatitjen e kësaj kure juve ju nevojiten gjysmë lugë çaj me kanellë me një lugë gjelle me mjaltë. Maskën mund ta mbani në fytyrë për plot 5 deri në 10 minuta. Më pas shpëlajini atë me ujë të vakët dhe thajini me peshqir. Ekspertët rekomandojnë se kjo maskë duhet aplikuar në lëkurë 2 herë në javë. Ndërkohë, sipas ekspertëve, kombinimi i mjaltit së bashku me kanellën luftojnë radikalet e lira të cilat janë përgjegjëse për rrudhjen e lëkurës. Ato gjithashtu luftojnë inflamacionin dhe të gjitha mikrobet të cilat shkaktojnë dëme në lëkurë. Një fjalë e fundit për këtë maskë është se kanella mund të shkaktojë irritim tek disa lloje lëkurash, prandaj përpara se ta vendosni në fytyrë, bëni një test duke e aplikuar në një zonë tjetër të lëkurës dhe nëse ajo e acaron atë, është e udhës që të mos e përdorni në fytyrë. Siç e përmendëm, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes dhe tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe gjithashtu të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video, ne do t'ju mësojmë disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mund ta mbani vaj në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulet e vitaminës E ju mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe e ushqen me antioksidant.
Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për plot 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe më pas vendoseni në lëkurë. Prisni derisa ajo të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme me lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për plot 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado gjithashtu zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzdini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Mbajeni për plot gjysmore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës gjithashtu është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për plot 10 minuta dhe sipas ekspertëve lëngu i limonit duke qenë se përmban vitaminë C nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajeni në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin tuaj të gjakut. Ndërkohë, ne këtu do t'ju prezantojmë edhe me maskën natyrale e cila do të zhduk të gjitha rrudhat e syve. Sipas informacioneve, rrudhat e syve janë ndër të parat që shfaqen sidomos pasi personi kalon mbi moshën 25 vjeç dhe për këtë arsye më e mira që ju mund të bëni është që të përdorni maska natyrale në vend që të shpenzoni shuma të mëdha parash dhe duke mos patur përfitime të duhura. Rrudhat e syve janë të para që shfaqen dhe nëse u kushtoni pak vëmendje me ca produkte të thjeshta mund t'i reduktoni nga pak. Për lëkurën e pahidratuar dhe me rrudha, frutat më të mira për t'u aplikuar janë kajsit, banane dhe piepri. Mund të përgatisni në mikser një krem me të 3 fruta dhe ta aplikoni në zonën e syve, vetëm se duhet ta përsërisni këtë gjë disa herë. Edhe karrotat janë efektive për lëkurën e fytyrës, janë të pasura me vitaminë A, kanë vlera të larta ushqyese dhe japin jetë fytyrës. Ngrini në rende një karrotë dhe aplikojeni drejt për drejt në fytyrë. Lëreni për rreth 20 minuta dhe shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Karrotat kanë vlerë edhe nëse i hani vazhdimisht nëpër sallata apo në gatime të ndryshme. Gjithashtu edhe vaji i ullirit është një nga produktet më të rëndësishme për rrudhat e fytyrës. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që thjesht ta masazhoni lëkurën tuaj me pak vaj ulliri. Ndërkohë, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!